Qeveria shqiptare shpalli të dielën 2 nëntor 2025 ditë zi kombëtare pas ndarjes nga jeta të ish kryeministit Fatos Nano, një figurë e rëndësishme e politikës shqiptare. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, flamuri kombëtar do të ulet në gjysmështisë në të gjitha institucionet publike dhe shtetërore. Në nderim të Fatos Nanos, në orën 12 do të mbahet 1 minutë heshtje në të gjithë vendin. Ceremonia funebre shtetërore dhe homazhet kombëtar do të zhvillohen në Pallatin e Kongreseve në Tiranë. Fatos Nano do të mbetet mend si themeluesi dhe kreu i parë i Partisë Socialiste të Shqipërisë, i cili e drejtoi këtë subjekt politik nga 12 qershori vitit 1991 e deri në vitin 2005, kohë kur u shkëput nga politika. Gjatë viteve të angazhimit të tij në politikë, që nga viti 1991, Fatos Nano shërbeu 4 herë si kryeministri i vendit. Kukës Televizion dhe presidenti Lutfi Meçka i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Nano, miqve dhe gjithë qytetarëve shqiptar për këtë humbje të madhe.